analizën e tregjeve të kriptos me Bitcoin dhe Ethereum. Kripton kemi parë një rritje momentale, një rritje që mund na sjell prapë në këtë mesatare ndoshta të kjo zona 98, 101, 96, ato zona, kjo zonë është shumë delikate dhe mund të kemi një rritje deri këtu. Në Telegram unë kam folur për zonën 88.2 që ishte kjo zona këtu. Në një moment që do thynte atë zonë, unë thash që do shkonte te 93-shi, 93.5 kam thënë unë ka shku deri te 93 e 92. Kështu që për $400 nuk kam qenë 100% i sakt. Por e kapëm këtë momentin perfekt dhe ja ndava grupit të falës të Telegramit, po gjithashtu dhe Discord e ka ditur me shumë para kohe se si do manevronte dhe zona që do ndërtohet struktura e tregut. Tani jemi në një zonë që po fillon që të marrë pak vendim. Kemi shortin që mund vazhdoj deri këtu te 96-a, 95-a. Kemi edhe long që mund vazhdoj deri te 98-a. Është një situatë që për mendimin tim është 50-50. Unë e dija ose ndihet logjika e tregut që mbas një devijim shumë të madh nga mesatarja do shkoj prapë te mesatarja, po shkon te mesatarja dhe unë mendoj që mesatarja është diku këtu, te kjo zona 101 deri te 193. Mendoj pa u vendos këto zona tani nuk merr anim tregu, pa bërë strukturat e duhura nuk merr anim tregu. Unë dua animin serioz. Mund të trajtojmë disa lëvizje të shkurtër, si kjo 88 deri te zona 93 ose 96. Pastaj mund të trajtojmë 96 deri te 86 apo për shembull. Por animi serioz do bëhet mbas një ristrukturim të asetit dhe ja ku jemi tani me një strukturim që po bëhet dhe po vendoset që a do shkoj deri këtu te 98 ose do rri te ky pozicion do vi prap poshtë te 86 dhe të ndërtoj strukturën. Do presim, ndalem tregun të vendosi. Unë si një swing trader afatmesëm, tregtar afatmesëm nuk më interesojnë shumë të lëvizjet afat shkurtër, pres ristrukturimin e tregut, konsolidimin, blerjen e position trader, tregtar afat gjatë dhe pastaj të marrë animin serioz dhe atë gjë do pres edhe në këtë situatë këtu për të kapur animin më të mirë dhe për të pasur një lëvizje diku te 1.5. Ethereum po e njëjta gjë, një rritje për lart. Kuptoj që po që unë them që do rritet Bitcoini, do rritet dhe Ethereum, zakonisht rriten të gjitha bashkë. Kemi parë thyrën e zonës tu 2.96 që ishte momenti që unë fola edhe për Bitcoinin të 88-a, përveçse e zona dhe shkoj kjo deri te 3.1, mund shkoj deri te 3.2, 3.3 varet sa euforik ka lëvizja për lart përpara se bën një lëvizje për poshtë. Unë gjithmonë kam menduar që kjo do bënte një farë konsolidimi këtu. Prap edhe kjo lëvizja më intereson më shumë, që lidhet pavarësisht me datën 5 deri datën 10 dhjetor për një lëvizje për më lart që lidhet edhe me ngjarjet që mund vinë atëherë që është PCI data dhe normat e interesit që do vendosen nga Banka Qendrore Amerikane. Kjo është situata e kriptos, nuk ka ndryshuar shumë nga java e kaluar. Thjesht që ka harruar te zonat, analizat e mia nuk kanë ndryshuar shumë nga analizat që kam darë te kanali im personal dhe ja ku jemi.